Shpejtësia e madhe dhe mos respektimi i sinjalistikës rrugore është një problem i përsëritur gjatë lëvizjes në rrugën e re të fshatit Bërdic. Pavarësisht të aksidenteve të shumta në këtë zonë, duket se ende mungon ndërgjegjësimi i drejtuesve të mjeteve për të lëvizur me kujdes në këtë aks rrugor që ka regjistruar shumë viktima ndër vite. Ky aks rrugor njihet si një njollë e zezë sa i takon numrit të aksidenteve të cilat janë regjistruar ndër vite në këtë zonë. Kur jemi ende para sezonit turistik, institucionet përgjegjëse janë ende në kohë për të marrë masa me qëllim garantimin e sigurisë rrugore dhe ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve për respektimin e sinjalistikës rrugore. Kjo rrugë është e një rëndësie të veçantë pasi lidh Shkodrën me shumë fshatra të nën Shkodrës, ndërkohë që është e vetmja urlidhse e qytetit me pikën turistike të Velipojës, dhe është e pajustifikueshme sepërse institucionet tregojnë indiferente, dhe rreziku që paraqitet gjatë lëvizjes në këtë rrugë është i lartë.